Sot janë mbushur 3 muaj që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kur votuesit ju drejtuan kutive të votimit për të zgjedhur kryeministrin dhe deputetët. Por deri më tani, kuvendarët kanë miratuar vetëm 2 pika të rendit të ditës, atë të mandateve dhe betimit të deputetëve. Ngërçi vazhdon të mbetet të zgjedhja kryeparlamentarit. Si në seancat e mëparshme, ashtu edhe sot nuk u propozua asnjë antar nga partitë opozitare për komisionin e votimit të fshehtë të kryeparlamentarit. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajramit i u ndal mikrofoni, kur u ftua të propozoj kandidatin e tyre për komision. Pasi e njëjta tha se do vazhdojnë të kenë qëndrim të njëjtë. Që mundesh me na thirrë edhe 48 herë, çdo 48 orë. Ju lutem nëse keni propozim me propozim të ndalet regjia le ta ndal mikrofonin vetëm. Bajrami gjatë seancës së sotme mblodhi edhe disa nënshkrime për kërkesën për anulim të 2 vendimeve të ZRE-s. Për vetëvendosjen, qeveria tranzitore e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e papranueshme. E në anën tjetër, partitë e tjera janë shprehur të gatshme për bisedim. Seanca e radhës është caktuar të mbahet të dielën në ora 10, në përpjekjen e 14 për të dalë nga kjo shaqitje politike.